Keni blerë, edhe natyrisht keni ngrënë shaqi për këtë vit, është fruti i momentit, është në kulmin e sezonit të tij. Isha djemë Divjak, fushat janë plot, aty dhe në qerm, po çmimi nuk justifikon prodhimin. 6 lek për kilogram, 7 lek për kilogram atje në fushë. Bërej gjyro pak pasi përfundoi kuvendi në këto pikat që shesin fruta e perime, po edhe shaqi në Tiranë. Çmimi fillon me 24-25 lek për kilogram. Shkon 30 dhe në Konad përfundon me 39 lek për kilogram. Qa bëni? 6 lek me 25-26 i thonë 4 herë më shumë, me 30 5 herë më shumë, me 39 i thonë gati 6 herë e gjysëm më shumë. Qa bëni? E pash djenë Divjak se qa ndodhë. Individ, tërësisht pa licencuar, larg çdo lloj detyrimi fiskal, të paregjistruar kërkund, me mjetet e tyre transport, 5 ton, 6 ton, deri në 10 ton, shkojnë tek bujku, e gjejnë në hall për ta shitur shalqinin, nuk mund të rezistojnë në këto temperatura. Dhe natyrisht e marrin me 6 lek. Dhe u ashesin pikave të shitjes këtu në Tiranë, pas fatur, pas një gjë, 15, 16, 20 lek, më shtrenjtë. Këtu në Tiranë, i keni fugonët, rresht, në Çerm, në Divjak, në Përfusha, ashtu si që keni këtu, para pikave, të shitjes së frutave e perimeve në Tiranë. Dëgjova 48 orë të shkuara Ministrin e Financave që u bëri thirrje bujqve që ta aplikojnë për të marrë 10% në TVSH-s. Po kujt bujku? Ati që shet te këtë shalqi dhe e shet pa faturë, sepse janë njerëz që s'kan faturë, nuk prodhojnë fatura, janë pa regjistruar në organet fiskale, janë zhdukur nga çdo vëmendje e fisku. Ministër, fillojeni me këta njerëz. Nxirrini njerëzit tuaj në rrugë që të merren me ata që abuzojnë me perimet e me frutat. Pastaj kërkoni bujqve. Pastaj kërkojuni bujqve të aplikojnë për 10%. Në momentin që ata shesin tek një njeri që nuk është kërkund i regjistruar në organet fiskale, ama që është operator në treg, dominon tregun. Në atë moment nuk ka se çfarë të aplikoj bujku. Po para pa fund me atë 6 lekshin për kile që shet shalqinin, natyrisht po humbe edhe 10% që duhet jepnim ne nga buxheti i shtetit.